Viola Llapi, 30 vjeçe, nën e 3 fëmijëve të moshave 10, 8 dhe 6 vjeç, është e divorcuar dhe jeton me qira në një nga lagjet e qytetit. Ajo kërkon ndihmë dhe mbështetje pasi të ardhurat që përfiton janë të pamjaftueshme për të përballuar jetesën. Sipas zonjës Llapi, pranë Bashkisë Divjak, ajo ka kërkuar punësim dhe ndihmë ekonomike. Institucioni ka ofruar një asistencë prej 105.000 lekësh të vjetra në muaj, ndërkohë që vetëm qiraja e banesës që ajo ka marrë me qira kushton 150.000 lekë të vjetra. Kjo diferencë bën të pamundur mbulimin e nevojave bazë për veten dhe 3 fëmijët e saj. E prekur nga situata, Viola Llapi ka telefonuar në zyrën e informacionit të televizionit Apollon për të ndarë shqetësimin e saj, duke u shprehur para mikrofonit ton se ndihet e braktisur nga institucionet vendore, e veçanërisht nga Drejtoria e Ndihmës Ekonomike. Ajo deklaron se është e sëmurë dhe nuk ka të ardhura për të blerë ilaçet e nevojshme. Për më tepër, shprehet e shqetësuar dhe për shëndetin e fëmijëve, pasi mungesa e të ardhurave financiare e bën të pamundur kryerjen e vizitave mjekësore. Në një apel publik, Viola Llapi bën thirrje çdo personi, biznesi apo institucioni që ka mundësi ta ndihmojë në këtë situatë të rëndë, duke theksuar se jeton në varfëri të plot dhe pa mbështetje të mjaftueshme. Viola, cila është situata juaj ekonomike pasi ju keni telefonuar televizionit Apollon për të ndarë shqetësimin tuaj me shikuesit e këtij televizioni? Po unë jam Viola Llapi, jetoj në Divjak, jam një nënë me 3 fëmijë, jam Dana Burri, jetoj njerë me punjer pra punë, i ka fëmijët klas 4, klas 2 në Kopër, djali vet, jam 30 vjeçe, ku dalë punoj, ku zjej, nuk punoj që sa ku t'i le fëmijët, që ku jetoj me këtë kushe, jam me qira, më thot zonja shtëpis, dil jashtë, s'munët ja pagoj do qiran, që ma ka bëri 150.000 lekë, kam ma fa drejt nga 2, mas në kam ku të rri, se sa me sa të rushej fëmijët, të kam mas e loj ndime, shkoj të bashkia Divjakës, kërkoj puna, i thotë është tur të punosh, të që është quperetës, dilë punon të tokat e Divjakës, që pu ka plot, të tokat e Divjakës nuk ka pu, ka me dit, i ka vaj gjitha të rekojtarit, i le numër e telefonit, edhe më merë në telefon. Vini ndorë zemër vete për këto 3 fëmijët që i kam pa pu, që koni gjenje time, ale pysi, jam në hatma, që përkoj fëmijët për buk, për qaj për korin e bukës. Jam pa bu dhe kam as i lëndime, kam imi të gjysi jetoj, jam mes 4 rrugës. I ka fëmijë të vegjë, kërkoj bukë për fëmijët një shtëpi të fus kokës që edhe jam afat kam, të kam ku t'jetoj, me. A ke për kujdesje nga familja jote, apo nga Drejtoria e Ndihmës Ekonomike pranë institucionit Bashkisë Lushnjë? Jo, kam vajtë zyra, marrë vetë një asistent, tani më doli, kam një muj, 105.000 lekë, atë shpë dalit e laj qëran, kam kërku dhe për i boni qëraje, thot s'ta japim, kam bon letra, kam i japë, se si di ato ta fitoj apo jo. I kam kërku gjithë ato jo, kam vajtë zyra atje, edhe më përzen kojtarin. E është turtë që është jetë quperet të punosh të fshish rrugët, se se delë rruga 400.000 lekë, dile punon dhe lokale, thot. Unë ka vajtë për lokale, se s'kam ku t'i le fëmijë që punoj me orët e vona, unë i ka fëmijë të vegjë, sa kush mi marri, kush mi sjeli fëmijët, që s'kam njëri, jam me vetëm. Ju sa po shprehet për një problematik me bashkiakun e Divjakës. A janë vërtet ato që ju thoni, sepse ju bani përgjithësi për gjithë bisedën që ju thoni? Po, ma jam drejt për drejt. E maj përse për që i ka vajtë, edhe i ka në gjitha dhe një numër e telefonit dhe më ka marrë. Cilë është arsyeja që ti nuk bësh pjesë e punës në Bashkinë e Divjakës, pasi Bashkia e Divjakës ka punë për shumë fermerë që kërkoj punonjës për punuar në këtë sezon punën në Bashkinë e Divjakës. Thot dile kërkua tjetë e toka, për dhe mirë, nuk kam të më përzet, do të marrë në telefon, e s'm ka i vitë, s'ma marrë si në telefon. Edhe ushqime, ma vete për vitin njëri një djallë, me Emilietëm, ka dhëtë dyre në një parkë dhe kaqë, të ka marrë si lindime me. Po Drejtoria e Ndihmës Ekonomike, a ka ndihmuar? Jo, një muj ka tani e doli ajo që mora asistent. Përveç se ju merrni asistentët, me ndihma ushqimore apo ka ndihmuar? Jo, fare. Pikërisht ju i keni shkuar drejtorit? Jo, vetëm bashkisë këtu ka dhe vetë njërë një pako, për vitin njëri. A do të kishë një mesazh ju për gjithë bizneset apo institucionet që ju dëgjojnë që të vend të ndihmojnë? Mi dënë zemër vetë për fëmijët, jam mes 4 rrugës që s'kam ku të shkoj, se s'kam mundësi të magoj qëran që jam pa punë. Cilat mosha kanë fëmijët e juaj? 10, 8 dhe 6 vjeç djali i vogël.
Nëna e Viola Llapit shprehet e indinjuar për neglizhencën e Bashkisë Divjak ndaj vajzës së saj, e cila ndodhet në një gjendje të rëndë ekonomike. Ajo kërkon më shumë mbështetje dhe ndihmë konkrete nga institucionet për përballimin e kësaj situate të vështirë. Shumë e keqe. Komshia do s'na dorë një ditë që Rashi do s'na dorë për jashta. I ka 3 kalamaj për gjunat zoti pa bukë, pa ushin lagja. Qajnë. Je vetë gotë e shkollë, hez vetë se eshe smun. Edhe që vetë eshe smun. Të shpinë këtu që eshe me qera, ajo do ka për bagur, ka 2 muj për bagur lekës, s'ka lekë të bagur. Na i qemi leqe që qeraja, e ka që 150. Këtu ka një dhome guzhin, që një dhome guzhin, thot, dilni për jashtë një ditë që ras shitha, na kapi kështu do s'na hedhi të tanë. A keni parpunuar institucionit bashkisë vita ndihmojnë këtu? Ajo ka qenë ke kryetari thot, nuk të jap punë, se nuk je e re thot, për të punua.